të hendikepuar, ata që nuk kanë, ata duhet të jenë rahat, duhet të jenë komod, sepse për ta ka thirrë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Qurbani duhet të sillet në vendin ku therrët aty, e pastaj ai që therr ta thirr me dorën e djathtë, edhe të thot bismillah, Allahu Akbar, pas faljes së Bajramit. Para faljes së Bajramit nuk pranohet, po e zonë nëse e thirr natën e Bajramit, ose para Bajramit, nuk pranohet. Rregulli tjetër është se mund të thirr në ditën e parë, pas namazit të Bajramit, mundesh me thirr ditën e dytë, ditën e tretë, deri në ditën e katërt para namazit të ikindis. Që mos jetë i verbërët, mos jetë, domethënë, i dëmtuar, mos ketë domethënë gjymtyr mangut e kuta diun në këto rregulla. Ti mundesh kurbanin me ndalë të tërin për vete. Po e zom dikush gjatë gjithë vitit nuk ka kushte për me hangër mish. Edhe po don me lanë tash edhe pas Bajramit, ka të tërin. Imam, a mundesh më na tregu çfarë kuptimi ka thirrja e kurbanit në Islam? Po, fillimisht Allahun e madhruar e falenderojmë, ju dëshirojmë se ardhe këtu në xhamin Matine. Ndërsa se përket kurbanit, kurbani ka një domethënie shumë të madhe për besimtarët musliman, sepse është një urdhër i Zotit për të gjithë ata të cilët kanë mundësi për ta thirrë atë, dhe ai i cili thirr kurbanin e çon në vend fjalën e Zotit. E dyta, e ringjall trashëgimin e hershme të profetit Ibrahim alayhi salam, pastaj pason traditën e ndritshme të Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili ka thirrë dy kurban. Njërin e ka thirrë për vete dhe familjen e tij, ndërsa tjetrin e ka thirrë për ata besimtar musliman që pasojnë atë dhe nuk kanë mundësi materiale për me thirrë, atëherë për mos të ndjerë keq apo për mos të ndjerë të hendikepuar ata që nuk kanë, ata duhet të jenë rahat, duhet të jenë komod, sepse për ta ka thirrë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj është shfaqja publike e njëshmërisë së Zotit, tauhidit, që do të thotë besimtari musliman duke thirrë kurban, tregon qartë se sakrificën nuk e bën për askënd, përveç se për Zotin. Do me thonë, nuk thirr kurban për persona të caktuar, apo për shtëpi të caktuar, apo për varre, apo për tyrbe, apo për diçka të ngjashme, mirë për kurbanin thirr ekskluzivisht vetëm për Allahun. Pastaj manifestohet humaniteti, solidariteti, duke shpërndar atë kurbanin, pastaj manifestohet edhe lidhja serioze që kanë besimtarët musliman me Allahun te bareke ve taala, dhe e din mirë se mishi i kurbanit apo kurbanin tërësi nuk arrin domethënë tek Zoti, sepse Zoti nuk ka nevojë, ai nuk kanë as nuk pin, ai është i përkryer, ai është i përsosur, mirë po çka ata ja dedikojnë Allahut, dhe njëti i tyre, qëllimi i tyre arrin tek Allahu te bareke ve taala, ndërsa kurbani mbetet për njerëzit. Po çdo dispozit fetare, çdo rregull fetar, besimtarët musliman e marrin ose nga Kur'ani ose nga Suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, domethënë se si ka vepruar i dërguari i Zotit. Dhe Allahu i madhruar ka thonë fasalli li rabbika wanhar, për Zotin tënd falo dhe çka therr kurban. Pra, mas pari Zoti ka urdhëruar, domethënë në mënyrë decisive, thirrjen e kurbanit, siç e thash edhe më herët për ata që kanë mundësi materiale. Pastaj këtë veprim e ka liçuar apo e ka manifestuar publikisht i dërguari i Allahut në ditët e Bajramit, Dhe thirrja e kurbanit jashtë ditëve të Bajramit është një sadaka e rëndëmt, lëmosh e rëndëmt, që është shpërndahet nevojtarëve, edhe ajo është vepër e mirë, punë e mirë. Mirë po nuk e kompenzon këtë kurbanin obligativ. Këtë kurbanin që kemi urdhën, nuk e kompenzon nëse e thirrim jashtë ditëve të Bajramit. E përmende kush ka mundësi, a do të thotë kjo që jo të gjithë besimtarët musliman janë të detyruar, apo vetëm ata që kanë mundësi? Nuk janë të gjithë të detyruar, janë pjesa dërmuese. Besimtarët musliman janë të detyruar, se duke parë gjendjen ekonomike, atëherë do të kuptuar se këtu nuk do të poseduar një pasuri të madhe për me thirrë kurban. Nuk do të me pas të mijëra euro, apo 10.000 euro, apo 100.000 euro. Mjafton që besimtari musliman ta ketë të siguruar ushqimin gjatë tyre ditëve të Bajramit, edhe pijen, edhe çka të ketë një shumë simbolike, një shumë 180 euro duke ndajt, edhe pastaj atij obligohet kush? Kurbani. Mirë po,
po zoma ka me hangër me pimir, po është 0-0 ka paret. Nuk ka asnjëherë, a obligohet, nuk obligohet. A do të mundi e keq, nuk do të mundi e keq. Sepse për ata që nuk kanë, një kurban e ka therrë shumë herët për ta pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po këta që kanë? Këta që kanë duhet me therrë, gjithsesi duhet me therrë, sepse besimtari musliman me këtë sakrificë që e bën, i tregon Zotit, edhe pse Zoti e di më mirë jetën e tij, se unë jam në gjendje Zot me sakrifiku për ty qoftë edhe diçka e madhe, lere më në diçka të vogël, sepse kështu ka vepruar edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pse gjendja tina nuk ka qenë ku me ditë, do me thonë materialisht gjendje shumë për t'u lakmuar, ka jetu një jetë të thjesht, një jetë modeste, mirë po, kur ka qenë pyetje, sakrifica, kurbani, e ka qunë në vend urdhën e Allahut. Cilat janë rregullat që duhet ndjekur gjatë thirrjes së kurbanit? Po, fillimisht duhet të jetë të njëjti, qëllimi i pastër dhe çdo punë për të pranuar tek Zoti duhet plotësuar dy kushte. E para është ikhlasun nije, njeti i sinqert. Njeti i sinqert, që do thotë këtë sakrificë e bëjmë vetëm për Allah, jo për dikën tjetër. Kurbani nuk therret as për me lajke, nuk therret as për pejgamberët, nuk therret as për xhamin, nuk therret as për dikën tjetër, nuk therret as për hoxhën, as për një person caktuar. Pra ekskluzivisht sakrifica bëhet për hir të Allahut të madhruar. Kjo është e para. E dyta, kurbani duhet të sillet në vendin ku therret aty, e pastaj ai që therr ta therr me dorën e djathtë, edhe të thëtë Bismillah, Allahu Ekber, që do të thëtë me emrin Allahut, Allahu është më i madhi, Allahumma taqabbal minni wa ahli beyti, o Allah, pranoje prej meje dhe familjes sime. Pra këto janë disa rregulla elementare që duhet me ndjek besimtari musliman gjatë thirrjes, dhe rregull tjetër është se duhet të therret pas faljes së Bajramit. Para faljes së Bajramit nuk pranohet, po e zonë nëse e therr natën e Bajramit, ose para Bajramit nuk pranohet. Çfarë llogaritet, çfarë konsiderohet? Konsiderohet, do me thonë, sadaka e rëndëmt. Nuk konsiderohet kurban. Sikur sa ajo nëse pas Bajramit. Po. E pastaj rregulli tjetër është se mund me thirr në ditën e parë, pas namazit të Bajramit, mundesh me thirr ditën e dytë, ditën e tretë, deri në ditën e katërt para namazit të ikindis. Nëse therret në këtë periudhë kohore, ky ka plotësuar kushtet, duke pas parasysh edhe ato kushtet e kurbanit që mos jetë i verbërët, mos jetë, do me thonë, i dëmtuar, mos ketë domethënë gjymtyr mangut e kuta diun e këto rregulla, dhe këto mas miri i din ata të cilët kanë përvojë, edhe ata që nuk i din mund t'i pyesin ata që din, në këtë rast hoxhallar po dhe të tjerët. Ç'është duhet me u nda mishi i kurbanit? Po nuk ka, do me thonë, urdhën të prem që duhet patjetër me u nda. Por e preferuar, sipas traditës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, është që kurbani të ndahet në 3 pjesë proporcionale. Të ndahet në 3 pjesë, një pjesë ndalet për familjen, një pjesë për ata fëmijët të afërmit aty, edhe një pjesë të varfërve nevojtarve. Ky është sunet, kjo është traditë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse vepron rregull, po nëse nuk vepron, ka ndonjë gjë as pak nuk ka gjë. Sepse ti mundesh kurbanin me ndalë të tërin për vete. Po e zomë dikush gjatë gjithë vitit nuk ka kushte për me hangër mish. Edhe po don me lanë tash edhe pas Bajramit, ka të drejtë. Mirë po dikush tjetër ka gjendjen e mirë. Edhe ndoshta nuk e preferon mishin e kafshëve të imta, edhe pse kafshët e imta, do të thonë kanë mishin më të mirë se sa kafshët e trasha. Mirë po që dikush nuk e preferon, atëra ka mundësi të shpërndahet i tëri, po. A ka mundësi të jepet një familje, po. Shumë familjeve, po. Që do të thotë ka këtu hapësirë, ka këtu lehtësime. Po, ose dikush nuk do me therr vetë hiç, jeton banim kolektiv, edhe me të vërtetë është në çaj në për banesën, as ku i therrëm aty, dikush edhe nuk ka shtëpi në fshat apo dikun tjetër, edhe nuk gjen do me thonë vend përshtatshëm për therrje, a ka mundësi me autorizu dikënd me therr kurbanin në emrin e tij? Po, krejt kryet, ajo në rregull është.